ne kemi interes, e thash edhe më herët, që gjithë ata që kanë qenë, çfarë do faze të historisë, zhvillimit e atëtjes PDK-s, me qenë mbrana Partisë Demokratike të Kosovës, edhe me vazhdu kontributin për Partinë Demokratike të Kosovës. Këto rrove, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Është qëndrim i përgjithshëm, pjesa dërmuese e anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, që e presën edhe mirë presën kontributin e zotit Limaj të nisme social-demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektojë në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës edhe si rezultat i këtij angazhimi. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen, në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore, është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Se përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur vinë ato në mënyrë më duhur që është e nevojshme. Po kësaj rrove, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.